Një kushinë e mirëfillt italiane me specialitete tradicionale të këtij shteti u është servirur personaliteteve shqiptare të ftuar nga ambasada italiane gjatë aktivitetit të quajtur Java e ushqimit italian. Dy kushinjerë të njohur nga Italia dhe Shqipëria kanë gatuar ushqime nga të gjitha krahinat italiane për të shërbyer më pas të ftuarve që ishin pjesë e këtij aktiviteti. Diplomati italian në Shqipëri, Massimo Gajani, gjatë fjalës së tij përshëndetëse, falenderoi të gjithë mbështetësit e këtij aktiviteti dhe u shpreh se ky vjen pikërisht në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe 150 vjetorit të Bashkimit të Italisë. Grazie mille per aver scelto come... Falenderoj të gjithë ata që na mbështetën për të organizuar këtë mbrëmje. Kuzhina italiane është shumë popullore në Shqipëri dhe ajo që ofrohet sonte dhe me pjesëmarrjen e shefave të kuzhinës të ardhur nga Italia është në një niveli shumë të lartë. Këtë aktivitet e kemi mbështetur dhe me një kontribut në aspektin kulturor, duke ofruar këtu sonte një ekspozitë të Artuzit, i cili ishte ideatori më i famshëm i kuzhinës italiane. Ai për herë të parë përfshiu recetat e rajoneve të ndryshme italiane në një libër të vetëm gatimi, dhe këtë libër ai e ka shkruar pikërisht 30 vjet pas bashkimit të Italisë, dhe është teksti i parë që përket këtij bashkimi. Gjithashtu, në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, unë do doja të bëja ftesë që të bëjmë dhe një libër ku të përmbledhim të gjitha recetat e ushqimeve tradicionale të Shqipërisë. Gjithashtu, bashkangjitur me javën e ushqimit italian për publikun, do të qëndrojë hapur edhe ekspozita e kuzhinës së të famshmit Pellegrino Artusi, i cili për herë të parë përfshiu recetat e rajoneve të ndryshme italiane në një libër të vetëm gatimi, si dhe shkroi librin më të famshëm të recetave La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, për të treguar vlerat e vërteta të ushqyerit në mënyrën e duhur. Në këtë aktivitet morën pjesë figura të njohura të biznesit, medias dhe politikës.